rregull. Jam shumë mirë. Elbasani ka 398 fshatra, por çdo vit shtohen 2 të reja si pasojë e emigrantëve dhe banorëve që zgjedhin fshatin krahas qytetit. Jo. Shon qarku në bazë të densitetit popullatës, ë? Është jo, në po. Qarku më i madh është Fieri në fakt, nuk është Elbasani. Jo, nuk po flasim për më të madhin, po them nuk ndryshohet struktura e qarkut në bazë të densitetit të popullatës. Kështu që për mua është jo saktë. Është dhe logjike, njerëzit janë duhigje të Është Për gabuar. mu 398 fshatra për një qark. Jo, bëhet. Se për shembull Gramsci ka 93. Më kupton dhe Gramsci është akoma më i vogël. Kështu që se janë kështu si njësi administrative që quhen dhe fshatra. Kështu që numri është okay. Është fakti i shtimit që është gabim. Për mua, tjetër se kanë ardhur. Po. Ne më presim aty për venimin. po Gabim. patjetër. Gjarpri është grabitqar, pra është hallka e parë në një zinxhir ushqimor. Jo, e para nuk është garbiqar, është shumë i rëndësishëm në atë të Habitatin e vet. zinxhir, po s'është i parë. S'është zvaranik. Pse kush është hallka e parë? Po luani gjë, apo jo? Tonja han gjarprin për shembull. Po, pra është poshtë. Edhe pula më duket. Po, nuk është i parë. Po ja hangja. Do që kujt ka mujë ndëri. Pra është gabim. Po, e gabuar. Pula. Ariu i Murmë ndodhet në zonat jugore të vendit. E kur ndeshet me njerëz nuk është i rrezikshëm. Jo, gabim. Gabim. Veç i sekond. Po hajde këtu. E Niva kret, po nuk e Nëse kuptova. mund me dialekt. Okej, Ariu i Niva Murr, nuk është punë distance, nuk e Ariu i kuptova. Murr rritet në Ja, zonat radhën kish jugore kafe të të vendit, sot Shqipënisë, edhe kur përballet me njerëz nuk është i rrezikshëm. Është e vërtetë. Seriozisht. Ariu, me sa dion, deshta me ju thonë, Jam me Indrin. Ariu, Kur nëse përballet me ti njerëz- e lën punë vet, Ariu nuk ka asnjë një arsye për me të sulmu. Ariu, a di Po, kur është sulmon? vërtet. Kur është i uritur, kur është i uritur. Ose kur i Ose ku ndjet në ose kur lëviz. ku ndjet në rrezik. Por Ariu në jug s'më bën sens. Për jugu nuk e ditësh. Jo, pra, po këtu fillon e gjithë Për gjë jugu nuk e që di. s'është Se mund të jetë Unë vetëm me ne këtë juge kanë fut me në ngatru, po mund tjetë edhe e vërtet. e pra, dhe unë këtë kam shumë frikë. Mund ta tejkalojmë dhe të rikthehemi? Berikin a boll. Bane skip e bëjmë në fund. E rikthehemi? E bëjmë skip mos harxojmë kohë, e bëjmë skip. Shef një ari duhet me majt kështu. Se edhe ju ose frikë i këto. Ose idhu për tokë dhe Ose bëj i sikur të vdekur. As ban gjë. Kur ndeshet me njerëz nuk është i rrezikshëm, thotë. Deshet. Aja kur nesër. I murmi. Se deshet është diçka tjetër, qaset është me gjë tjetër. Kale se shohim më vonë. Atëherë fal, është një pyetje që ka mrena dhe të vërtet gjysmën të gënjeshtër dhe gjysmën të Po, vërtet. se mund të jetë vetëm një fjalë që ta prishi gjithë. Mund duket Jo, gënjeshtër. jugu ka dhe zona malore për vënimin tënë, nuk Po, është tjetër. në plazh. Ta bëjmë të vërtet? Lere, i rikthehemi më vonë, i rikthehemi më vonë. E di se E le më vonë, E le më bëjmë vonë, skip për bravo, momentin. Prodhimi i mishit është rreth 150.000 ton në vit. Mu më duken në Shqipni. Në Shqipni besoj. Unë me zëtë të konsiderueshme. Jo, në Shqipni mund tjetë. Se thamë botë, ku di. me në partoni, Prodhimi, tonelata, jo eksporti, jo konsumimi i mishit. Po, prodhimi. 1.000 ton. Që prodhojnë mre në Shqipëri, 150.000 ton në Janë vit. shumë thu. Nuk mendoj se ka shumë ishkënës në Shqipëri edhe. Nëse është sa Menoj që shumë. Se unë sapo kam pa... Se po flet për 3 milion veta, Po. Kapaciteti i Shqipërisë, Për me i prodhu. dhenëve në Shqipëri, po, dhe kjo më bën okej. sens. është aq i lartë sa mund të prodhojnë 150.000 Ja, ton në shumë. vit mrena në Shqipëri. Thotë që e kemi prodhuar ne apo që konsumojmë? Prodhimi i mishit po, po, po. është 150.000 ton në vit. Kemi ne aq dhe ne aq dhi, Po edhe se ne eksportojmë mishin. Ne hajmë mishin nga Maqedonia, nuk hajmë mishin nga këtu. 1.000, shoqërë? Jo. Një ton është 1.000 kile? Jo, 1.000 Një ton është 1.000 kile. E pra 1.000 kile. Unë e di se për të thamë. 1.000 kile vjen 100.000 kile, Ja. sa i bjen sa ton 150.000 ton i bjen 1.000 ton janë 100.000 kile, Po kjo 150.000 janë. nuk na ndihmon kjo sa ton 1 është miliard kile. kile, Ashtë thjesht unë sapo kam pa në Itali që flitë për prodhimin e Italisë flitë tip 400-500.000 ton. Oh. Okej? Atëherë është e gabuar. Jo. Pra më duket shumë. Pse pra më duket shumë.
për Shqipnin. Për mua Ka që 100.000 ton në Itali. Po. Edhe këtu 100.000 ton. 150.000. Po. duhet të që ata janë 70 Je milion. sigur për shifrën italiane? ta lëm gabim. Sigurt jam, po Se italianët janë 65 milion, ne jemi 3. Prandaj pra po tham. 63. Prandaj po tham, m'duket shumë. Ta votojmë e lëm gabim apo ti bëjmë skip Unë edhe tham kësaj? gabim. Ani bën e gabim. Ata bujna gabim. Është pak e tepër si mas me, po Edhe për mua shumë, prodhimi, jo. Prodhimi, për mua shumë. Pyet ata thanë, Ka arritur disa vjetë. Po thuajse. Po gjithsesi ne jemi 3, ato janë 450, ne 3 fish. Hajde votojmë. Okej. Ta bëjmë skip, ecim? Vazhdojmë. Në 2 bëm shpirt. Në Shqipëri ka mbi 200 pika grumbullimi qumshti. Sa? 200. 200 pika. Po. Make sense. Po. 200 pika. Base janë shumë më tepër, vëlla. Kam frikë se mund të jenë më tepër. Pa desh, fri kena boll që janë bërë. Ma kam vetëm aspektin se për shembull Shkodër, Lezhë, Puk që janë të vendet, nuk e dia janë një botë 8 anë bosh, nuk e dia mund të kena 3 pika. Po, sepse unë më merr kurshit që lot vite një fugon e merr në për tonë. Okej. 100 kam frikë për se. Është gabim? Mos janë shumë, thonë ju? Mos janë shumë. Jo, edhe për mua janë shumë. Okej, atëherë vetë gabim. Se si diskutim bën sens. Në 3 qytete kishim vetëm 3 pika. Tash, vejmë një qytete që ka Shqipëria me... E vejmë gabim? Ve gabim, zemër. Po, gabim. Po mendoj unë ajo ti vetë mendoj, nuk e di. Në Shqipëri ka mbi 100 baxho aktive. Normal. Baxho ka, se janë ato individuale që baxho ato që merren me bletëri. Njeriu. Pushtonin bjesh, për shembull, edhe ne kishim, vetëm aty kishim 2 baxhe, imagjino sa. Po. Baxho aktive, ka dhe baxho kështu që nuk prodhojnë më. Më fal, në rast një baxho ka vetëm 2 lope, 2 dele, është aktiv vëlla. Është aktive, po. E sakt. Kështu që është saktë. E sakt. Ka më tepër se aq. E vendosun. Në Shqipëri ka kullotat, në Shqipëri ka Më fal, të kullotat. lutem, vetëm për gjithë diçka. Mari lexo pak asaj që i përgjigjem me sakt tani. Në Shqipëri ka sa baxho aktiv? Në Shqipëri ka mbi Mbi 100 baxho. Okej. Në Shqipëri kullotat zën mbi 300.000 hektar. E këtë ishim duke diskutuar. Po duke ditur që shumë zona malore janë të pakontaminuara. Bëri një për llogaritje të, domethënë një ar, tha. Dhe është 10 me 10. 1 hektar janë sa metra? 110, 1000. 110 qa? Jo, 110 metra. Metra? 1.000 metra. 1.000 metra është 1 kilometër katror. 1 kilometër katror. 1.000 metra është 1 kilometër katror. Shqipëria është 28.000 kilometra katror. Që do të thotë që 28 me pjestu për 3. Me fistu për 3? Po. No, në herë 3 3. Dhe si bjen... Në herë 3 93 bën 27. Mam, 9.000. Sa janë 9.000 kilometra katror? Ka 27 kullota nga 300.000 hektar në Shqipëri. Kullot, më falë lezeve? Jo kullota, thot zona të brishta ku mund shkojnë të hajnë pa baktit apo jo? Në Shqipëri kullotat zën mbi 300.000 hektar. Po pra kullota, është ku shkojnë kafshët në ndërbar. Arat për kullota. Pra 300, sipas llogarit me kilometrat. Po. Rregullon mikrofonin. E kete mjetra o kuri dhe... Edhe një herë. Zirë dhe ka pëkshëziu. Sot që ka mërzit me Agalesha. Një pyetje kam, se kjo puna kullotave lidhet po me pyetjen më përpara me pyetjen e mishit, që ne kishim prodhim mishit që ishte ajo. Me ton. Që dhe 50.000 ton. Treshi, pyetja 3. Pyetja 3, domethënë që ishte whatever, sasia shumë e madhe mishit, po me pasat sasi madhe mishit që njerëzit me gabim, i bie që i kemi edhe këto kullot, që me zonë kullot. Jo, kullotat ekzistojnë, kullotat kullotat nuk është e thonë se do të pas me logjik kullotat janë natyrale. Nuk kam frikë se kjo është e vërtet. Sa hektar tha janë? 300.000. Unë mendoj që nuk është e verë, sepse kem faqe mali që janë të papërdorura, që janë të brishta. Ato quhen kullota vëlla. Se shkon dhimbje,
Më fal, ti ke këtu sa hektarë Po si nuk ferma shoh, dhe ke rasti ka vetëm çik bar. 2 Jo, lopë make sense, po. dhe 10 vend. Se ka Shqipnia ka Të shumë. cilat janë ma pak se sa që mund mota Shqipnia ka dispozicion. Prodhimi Kullota mund mishit kesh pa është i fund. tepër. Po kullotat për mua janë Por ti s'ke kafsh. Po s'di sa janë 300.000 hektarë, ke parasysh. Se po të kishe Ku më gjen gushtë edhe mua. eksportojshe mish. Sa është 1 Ne hektar? eksportojmë mish. Po ta tha pra. Sa tha 10 kilometra katror, ç'a tha? Nga Brazili. Gres, sa kilometra katror ishte 1 hektar 10? 1000 Ç'a metra. the? Si e po? Unë nuk di ta konsideroj. Një ori është 1 orë? Një orë është 1 hektar. Po jo. Ah, okay. 10 herë 10. 1000 metra. Metra apo metra? 10 me 10 pra. 10 metra me 10 metra. 1 hektar. Jo, ma Është më tepër. Po ma i ma nuk ka si me ka 1 hektar 10 metra për 10 metra, ma shumë ma i ma 1 hektar. Po pra, 100 metra katror është më ndryshe. 1 hektar është 100 herë 10. Duhet të kishim bajtë. 10 herë 10 apo 100 herë 10 tani? 1 hektar 1 hektar. është 100 E metra. pra, 1000 metra katror. Ah, okay. e pra. Atëherë po. 1000 metra katror, janë 1 kilometër katror. Se 1 Po. kilometër ka 1000 metra. Po. Nuk kena pse më me metra, 1 kilometër katror është 1 hektar. Po pra. Kështu pra u tha. Jo, 1 hektar është 300, nuk është 100. 300 çfarë më? Jo, po bëjmë matematikë. Këto Nuk ka 1 me 1 hektari. Ha pra, nuk është 1 Nuk ka 1 me 1 hektari. hektari. Duket, mos u gabosha. E di çka deri na do boshim filozofia, I fusim pat I kësaj. bëjmë skip për momentin. Ja, janë 50-50, o po, jo. Pyetje është gabim. Se E bëjmë gabim. 300.000 hektar janë Po shumë. dhe kullota në Shqipëri kanë shumë. Pa pra, edhe mu më duken shumë, kështu. 300.000 Gabim? Gabim. sa hektar do Gabim. kam. Unë tham gabim. Vetëm unë malësit madhe kam shumë. O mami, sa hektar do kena. Jemi vend që kemi shumë natyrë, kemi shumë Po të kullota. them pra, se kemi faqe mali o burë që shkojnë dhite tjerë, që ato janë shumë. Kullota natyrale, që Po, ndoshta pra. nuk i përdorin dhit. Këtë po të them pra, unë kam frikë se është e vërtet. Kullota në mal, Po kullota... kemi male, se të pa shfrytzuara, të pa prekura, të pa banuara. Unë kam frikë se është e vërtet. 10 hektar tokë mund t'i kena vetëm ne. Se- Që bënë të vërtet. Edhe e vim, e vumë jo të sakta të mishit, apo jo? Edhe, Nuk ka lidhje edhe herë, se Jo, jo. për Akilit. Kullotat i kemi natyrale dhe jam i kemi dakord, pra, shumicë. nuk ka të bëj, Vend, prodhimi. krem vesh, po pra, prodhimi i Shqipëri, mishit, kemi pak. po pra, prodhimi i mishit, me hektarët e kullotës, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Kështu që për mua, kam idenë se është e E saktë. vërtet. Matematikës jemi gjithë. Hektari, 100 hektar. Ndërkohë unë kam Olën përballë dhe jemi Vazhdojmë? Po, Akil, vazhdojmë? Po, vazhdojmë. Në Shqipëri ka mbi 10 milion pula në vend. 300.000 janë shumë. Po, 3 milion Make pula, sense. 4 milion veti, jena një familje. Kemi ne Po, 50 këtu. 3 milion jemi banor. Në rastin më të mirë se jemi 1 milion e gjysë. Po, si që thomë. Mendoj se ka shumë familje që kanë pula. veç unë i kam 20. Nuk ka punë familje, që punë edhe kështu, si quen ato që bajnë për punë. Ka panone, gjana. Prodhim pulës. Ishte do një lem që mërshim disa pula për një veni tjetër. Pa fund. Mish pulash. Kësot për prodhimtari, vendase. Pula të gjalla. Ka Në shumë pulari Shqipëri në Shqipëri. Janë 10 milion pula. Është e vërtet apo Po gënjeshtër? flasim me pashaportizim shqiptar apo thua? Për shaka. Çfarë janë pula që kalojnë kufirin, ndoshta nuk futen. Ku e marrin pensionin të pulat? A ka në Shqipëri mbi 10 milion pula apo jo? Kjo është pyetja. Mbi, është mbi. Shtirë, Mbi guys. 10 milion. Jo. Gabim. Bravo, vazhdo. Imagjino tani ata që na shohin don. Hajde. Viktoria, Bakti e dale bujësi. 100 pyetje, jemi ke pyetja 13.